Ministri e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu në ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin vuri në qendër të vëmendjes kontributin jetësor të mësuesve ndihmës në arsimin dhe zhvillimin e fëmijëve me aftësi të veçanta. Për të ngritur më tej cilësinë e arsimit për këta nxënës, Ministria Manastirliu tha se mësuesit e arsimit special do të përfitojnë jo vetëm nga rritja e pagës së mësuesve, që do të shkojë në 950 euro në korik, por veçanërisht mësuesit ndihmës do të mbështeten me programe të trajnimit për të rritur profesionalizmin dhe efikasitetin e tyre. Për ju, jo vetëm që do të kemi mbështetjen nëpërmjet rritjes pagave si për të gjithë mësuesit e tjerë, por nga ana tjetër, ju do të mbështeteni dhe me trajnimet specifike dhe me edukimin në vazhdim, me një sistem të ri të karrierës brenda sistemit arsimor, nëpërmjet kualifikimeve, nëpërmjet mbështetjes të avancuar në vitet ndryshme të karrierës tuaj. Në shkollat tona, shkollat speciale dhe shkollat në tërësi, të cilat mbështesin nxënësit me aftësi speciale, ne do të mundemi që të riorganizojmë nëpërmjet një tjetër instrumenti që shumë shpejt do ta jetësojmë, që është pikërisht transformimi i shkollave speciale në qendra burimore. Synimi i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit është krijimi një mjedisi arsimor që respekton dhe përkrah çdo fëmijë, duke ju mundësuar atyre të arsimohen, të integrohen dhe të kontribuojnë në shoqëri.